Përshëndetje të dashur bashkëdhetar. Në vazhdën e intervistave me personalitetet të shquara të diasporës shqiptaro-amerikane, sot kemi fatin të sillim një djalë tjetër, jo nga diaspora shqiptaro-amerikane, nga diaspora europiane, kampionin e botës, zotin Ismail Keta. Është kënaqësi të dashur bashkëdhetar që pranë kamerave të televizionit Alba Live sot sjellim këtë kampion jo vetëm një herë, por është një rast unik për kombin shqiptar që një djalë shqiptar ka fituar 3 herë kampionin e botës. Sa krenar ndihemi si shqiptar që këta djem në vende të ndryshme të botës po ja ndrin faqen Shqipërisë. Për historinë e tij kaq të suksesshme, le të vazhdojmë me të dhe do të sjellim të gjitha pyetjet dhe përgjigjet nëpërmjet fjalës së tij, plot mençuri, talent dhe aq mund ka arritur deri aty ku ai është sot kampion 3 herë në botë. Përshëndetje Ismail. Përshëndetje. Mirë se ke ardhur në New York. Faleminderit, është kënaqësi të jem pranë televizionit Alba Live dhe sigurisht të jem në New York ku ditët e fundit po takoj më të vërtet shumë njerëz të shquar shqiptar, të cilët më bëjnë më të vërtet ndihem dhe këtu në Amerikë, krenar që jam shqiptar. Siç e përmenda, ju jeni 3 herë kampion bote. A mund të flisni pak, ju lutem, si keni fituar këto? A kanë qenë të njëjtët person apo nga shtete të ndryshme me rivalët tuaj? Të përgjigjesh një pyetje, një karrierë sportive apo një 25 viteve punë është në një moment shkurtër është disi vështirë, por unë do mundohem të përshkruaj. Siç e thatë ju, unë 3 herë kampion bote, çdo gjë është e arritshme kur njeriu punon me shpirt dhe vullnet. Fati mi unë sot 3 herë kampion bote. Cila ka qenë ndeshja e parë që ju ka bërë ju kampion bote? Keni marrë këtë titull kaq prestigjioz? Në vitin 2011 unë pata fatin të ndeshem për kampion bote në Gjermani, ku arrita dhe të bëhem kampion bote në Gjermani, ku Kë munde konkretisht? Bëhi Josef Cikland nga Hungaria, i cili ishte kundërshtari i radhës që mbante titullin. Fatmirësisht, unë isha më i fortë atë ditë dhe ja mora titullin. Po herën e dytë? Herë e dytë ishte unë duhet mbroja titullin, ndeshja e dytë ka shumë histori të dhimbshme, shumë të dhimbshme dhe por më pas edhe më të vërtet krenare dhe lumturi, mund të them. Kur mbrojta titullin kundra holandezit Remo Hans, e humba titullin, më rrëzoi me nokaut, kishte shqiptar nga gjithë bota, kishte edhe nga Amerika. Ishte më të vërtet një dramë, mund të them, pasi unë humba në ndeshjen, gjithë njerëzit u mërzitën pa fund dhe me njëherë të nesmen vazhdova përsëri se vitin 6 muaj më vonë njëri mora titullin përsëri. U bëra përsëri kampion bote për së dyti herë. Për së dyti herë. Po herën e tretë? Herën e tretë ishte, unë kisha vendosur të mos ndeshem, sepse kuptova më të vërtet herën e dytë që unë jam njëri që ndjej shumë respekt, shumë përgjegjësi ndaj asaj që bëj, mbi gjitha shqiptarët krenoheshin me mua, mbaja peshën e gjithë Shqipërisë. Basën unë të konte, por unë kështu e ndjeja. Dhe kjo më vështirësonte punën, qëllimin që unë kisha dhe vendosa, ishte dhe mosha, isha 38 vjeç në atë kohë, babai 2 fëmijëve, të gjithë njerëzit e dashur më luteshin që ta lë. Dhe sigurisht vendosa dikur t'i dëgjoj edhe një herë ata njerëz. Vendosa ta lëm sportin, duke mbyllur me 2 herë kampion bote. Por ndeshja e tretë ishte më të vërtet një rasti e cila kishte të bëjë me karakterin tim. Bëj fjalë, mësova dikur që erdhi një gocë shqiptare në Gjermani, me një telefonate një miku tim, të Frimet Hasani, gazetar sportiv në Shqipëri, që besa e tij ishte sëmurë. Dhe ashtu erdhën rrethana që unë isha detyruar. E ka emrin Ambra, faktikisht edhe në si televizion Alba Live dhe kjo na ka impresionuar jashtëzakonisht puna juaj, mirësia juaj, ju bët për të gati një nën Terez dhe vërtet neve dëgjuam nëpërmjet hallës së Ambrës, Mine Pira, një grua zonjë
pedagoge këtu në New York dhe u prekëm shumë si stafi televizionit Alba Live dhe kur pam që ju treguat kaq bamirës, nuk e dinim se si t'u t'jakonim dhe t'u falënderonim për atë bamirësi. Pra, si që thash, të jesh, unë jam vetë baba, kam 2 fëmijë dhe kuptoj shumë mirë që do të thotë dhimbja për një fëmijë. Dhe të jesh human apo të bësh diçka mirë, të bësh diçka të mirë është, besoj, du të jetë detyrë çdo njeriu. Dhe unë bëra thjesht një diçka që e ndjeja me shpirt për ta bërë, ishte obligim, unë jam njëri mirënjohës dhe gazetarit e Frymët Hasani më ka përkrahur gjithmonë në sport. E ndjeja që do ta bëja, fatmirësisht Zoti më shpërbleu dhe e mbylla ashtu siç fitova të ndeshjen dhe shkoi çdo gjë. Fituat ndeshjen dhe u bët për 3 herë kampion bote, për 3 radazi në këtë ndeshje. Në këtë rast nuk bëj fjalë, me të vërtetë që unë të bëhem edhe një herë kampion bote, të marr një brez më shumë apo një brez më pak, një titull më shumë apo më pak. Qëllimi ishte me të vërtetë që të ndihmoja atë vajzë 16 vjeçare, ishte Ambra në atëherë. Dhe Zoti është i madh, i jep forcë, ndihmon. Paçi bekimin e Zotit për këto bamirësira që ju keni bërë, sepse të dashur bashkëdhetar, kuptoj që është një djalë vërtet shumë i thjeshtë, por Ambrën jo vetëm që e ndihmoi, e mori pranë shtëpisë së tij, e mori tek mjekët, ashtu siç më kanë treguar mikesha ime e ngushtë, dhe vërtet është një histori mjaft prekse për të gjithë kombin shqiptar. Ju jeni 2 vëllezër, është edhe Gjetani, që ju po punoni me të dhe ai patjetër do që të eci në rrugën e ndritur të vllait të tij. Si keni arritur 2 vëllezër në këtë sport kaq të vështirë, që do një vullnet të hekurt? Do të desha të dija për vllain tuaj sa me fat ndiheni ju të dy, dhe sigurisht dhe vllai që ju po e trejnoni, dhe si keni arritur deri këtu? Çdo rezultat ka sigurisht përpara lumturisë ka shumë vuajtje, shumë sakrifica. Por çdo gjë është e arritshme kur njeriu ka shpirtin edhe vullnetin, sedrën dhe më pas sedrën për ta mbrojtur ato që arrin, mbahet, arrihet çdo gjë. Sportet e boksit janë një sport, janë një profesion i vështirë. Por unë mund të them për veten time, të qenë shqiptar, respekti që kam marrë gjithmonë nga shqiptarët, respekti që marr sot edhe këtu në New York nga shumë shqiptarë, më bën ndihem aq i fortë sa që unë mund të futem përsëri në ring. Dhe respekti shqiptarëve në vërtet ka qenë gjithmonë ai katalizatori i cili më ka shtypur më dhënë shumë fuqi, energji për të arritur dhe mos u thyer kur para vështirësive. Konkretisht me vllain tuaj Gjetanin. Gjetani është, në shqiptarët e kemi traditë që, si thonë asaj shprehjes, shikon rushin dhe piqet. Dhe besoj kam qenë, ose jam munduar gjithmonë të jenë shembull i mirë për të. Dhe kanë ndjekur rrugën time. Unë kam mësuar shumë sport dhe besoj tani jam mësues i Gjetanit, trajner i Gjetanit, dhe qëllimi im është, ashtu si dhe i Gjetanit, që Gjetani të jetë më i mirë se mësuesi, dhe kam shumë besim tek ai që do të krenoj jo vetëm mua si vëlla, por gjithë shqiptarët. Konkretisht ju keni ardhur në New York. Cili është misioni dhe rruga juaj nga Gjermania këtu në New York? Qëllimi im nuk kam ardhur këtë radhë si turist, dhe pse kam shumë njerëz dashur këtu, që kisha vite pa i takuar më parë. Unë erdha përsëri për një mision sportiv. Këtë radhë bëhet fjalë që Gjetani të ndeshet në New York, në Madison Square Garden, kundra një serbo-malazezi, i cili duhet Gjetani të bëj për titull botëror me të. Dhe urojmë. Unë jam besimtar në shpirt, por besoj gjithmonë vetëm tek puna. Ne punojmë fort për të arritur këtë qëllimi, për të ndëruar veten, shqiptarët e New Yorkut, sepse unë shikova këtu më të vërtetë që shqiptarët janë më të vërtetë një komunitet me shumë potencial. Dhe më bëri përshtypje më vetë ide në një dyqan aty, diku me kushërin tim dhe një gocë aziatike. Më pyeste diçka unë nuk e kuptoja dhe kur foli me kushërin tim, tha pastaj, "You are a boxer?" Yes.
dhe dinte 3 fjalë shqip, po, jo dhe bukur. Me befasove shumë pozitive, aty kuptova më të vërtet që forca e shqiptarëve të qenë shqiptar në këtë New York aq të madh apo Amerikë, më them, njihet shumë mirë dhe besoj që gjithani me punën e tij do t'i nderojë shqiptarët. Jap shumë urime dhe as se diskutoj që ai do të na nderojë të gjithëve. Le të hidhemi pak tek fëmiria juaj. Të arrish këto tituj 3 herë kampion bote, duhet keni pasur, mendoj, një bazë të fortë ose një vullnet titan, se ti je boksier, unë kështu e quaj. Do të thënë, edhe gëzojmë dhe ndihem shumë e fortë që kam përballë një boksier, por nga ana tjetër edhe trëmbe pak se duke sikur kam një Muhamet Ali shqiptar, pse jo, e them pa frikë dhe me mburje këtë. Faleminderit. Muhamet Ali është disi legjenda e boksit. Pra atë figurë kam shumë respekt, sepse mbi gjitha është njëri përpara të qenurit boksier kampion. Unë kam mësuar nga jeta që asgjë nuk është rasti dhe asgjë nuk vjen nga poshtë. Në këtë rast, do të them, familja, prejardhja është çdo gjë. Dhe në profesionin tim, bëhet fjalë është e para këmbgulja ajo. Shumë njerëz shikojnë fizikun tim kur isha dhe më i ri, isha dhe më i fizikshëm, dhe thonë, është normal talent. Por nuk është talenti ai që bën njeriu, është vetëm puna, këmbgulja. Dhe unë vi nga një familje, ashtu si që ishim gjithë shqiptarët, një familje e varfër, normale, në kohën e komunizmit. Në cilin qytet? Nga Buqiz, unë jam nga Buqiza, fshati Koçaj, Buqiz. Një fshat shumë i bukur piktores, më i bukur në botë për mua. Dhe në shtëpinë time para në kullën, thuaj si thuhet atje, shkruaja dhe mbi gjitha. Dhe gjyshi im mua më ka edukuar gjithmonë me rrithë, duke më edukuar me historinë shqiptare, me historinë të parëve tonë, dhe unë ecë akoma me gjurmët e atij, kam akoma fjalët e tij në menje, dhe pse ai u nda nga jeta kur unë isha në moshën 9 vjeç. Ajo krenaria më ka bërë që mua asnjëherë të mos thyem para vështirësive. Qëllimi im ishte kur dikur babi arriti të blejë një televizor të asaj kohe bardhëzi, dhe pata rastin të shikoj filmin Rocky. Më lindi një ëndër që edhe vetë nuk di ta shpjegoj si mund të lindi diçka e tillë. Unë kisha edhe shumë punë tjera, do të ruaja lopët, do të shkoja në shkollë, do të ndihmoja mamin, babin. Këmbgulja është çdo gjë, arrihet. Bëre ndonjë provë në shtëpi stërvitje, kur pe Rockin, filmi Rockit që të ka inspiruar kaq shumë? Ka historia shumë interesante. Po, shikoja filmin e Rockit dhe mendoja ku të gjeni dorezat e boksit. Kishte doreza boksin në atë kohë. Mora një palë doreza të minatorëve që babi kishte marrë nga minjera dhe qefa dhinë nga poshtë sepse mos e shikonte babi çfarë ndodhen ke barku, pjesë e barkut poshtë, dhe atë i qepa një copë, futa leshin e dhistu, i qepa një copë vetë me gjilpërën dhe perë, dhe i bërë pak si doreza boksi. Dhe musha një thes me rërë dhe i gjuja çdo ditë, por pa teknikë mendoja që jam boksier. Boksi është ashtu si dhe jeta, dhe boksier, pavarësisht se unë kam jetuar me ëndrrën time dhe kam punuar gjithë jetën, që nga mosha 12 vjeç, boja stërvitje në mes, drek dhe dark, ajo ishte stërvitje për mua, pavarësisht sepse nuk kishe nivelin e boksit profesionist. Nuk jam ndarë asnjëherë ndës time. Mendoja që jam boksier edhe në atë kohë, por nuk isha shumë. Kur ika në Gjermani, pata fatin të largohem të ikë në Gjermani. Kur ikët konkretisht? Unë kam ikur në Gjermani në vitin 1996. Dhe aty mendoja që jam boksier dhe isha i gatshëm të ndeshesha kushdo që të më dalë përpara. Dhe aty kuptova, kur humba ndeshjet e para, 5 ndeshjet e para, aty kuptova që nuk jam boksier, që duhet bëhem boksier. Jam thjesht me kurajën, me zemrën, dhe që aty filloi
puna më të vërtet intensive dhe unë t'i thirr vetes, pa punë, pa punën punoja, po mund të them pa mendje, pa provoj, pa djes, pa sakrificë, nuk ka asgjë. Si ike në Gjermani, në 96 ishin rëmujrat, në 97 nuk bëgja në më shumë, por ishte rastësi apo ëndra tënde? Ishte ëndër që unë të largohem nga Shqipëria dhe tik në një vend ku unë mund të bëhem boksier. Si që thate jo, unë besoj tek Zoti, por jo tek fjala fat. Fjala fat është për mua thjesht ajo që kërkon njeriu, puna që njeriu bën, për mirë ose për keq. Dhe unë kërkoja dhe fatmirësisht kisha një kushërin tim që nuk harroj asnjëherë në intervistat e mia të falenderoj Agron Lala, që është djali i Hallës, i cili më bëri një garanci dhe pata fatin të shkoj direkt, të më dërgoj dikush, sepse atë kërkoja në një palestër, në një shkollë boksi, quhet shkollë, sepse sporti boksit është më të vërtet shkollë, ashtu siç është dhe jeta. Aty mëson gjithë njeriu, mëson respektin, mëson vullnetin për punën, mëson durimin, mëson këmbguljen, prandaj quhet shkollë. Desha të korrigjoj fjalën që thash palestra. Dhe aty duke kaluar vështirësi të tilla, siç e thash në fillim, dhe duke njohur njerëz të cilët më thonin bravo Ismail, më shtonin kurajon, më përkranin dhe arrita dhe qëndroj në Gjermani për të realizuar ëndrrën time që unë kisha. Por, duke punuar gjithmonë, unë isha më i madhi, ne jemi 5 fëmijë dhe ndjej përgjegjësinë që mbas çdo punë unë punoja 2 punë gjithmonë, bëja edhe stërvitje. Si je ndjer në ndeshjen e parë kur ke fituar për herë të parë kampion bote? A ndodheshin shqiptar? Sepse ju keni lozur gjithmonë për ekipin gjerman. Prandaj jeni ndjer totalisht shqiptar, nuk diskutohet. I kam këta pyetje i kam jam përgjigjur disa herë, shumë herë, dhe më bëni të kujtoj përsëri ato vite, të gëzohem nga brenda, sigurisht, sepse më tha pjesën e fitores. Por aty ka dhe shumë dhimbje. Kur kam fituar ndeshjen e parë, 5 parat i kam humbur. Po, dikur mbas shumë vitesh kam kuptuar që çfarë do thotë fjala depresion, që pas kam qenë depresion, nuk disha çfarë do thotë depresion. Më vinte turp dal për jashtë, se mendoja të gjithë njerëzit më shikojnë mua dhe thonë, "O, ai shqiptari që humbi." Sporti është kultura atje dhe mbi gjitha njeriu që humbet dhe rikthehet përsëri respektohet më shumë se një fitues. Në Gjermani mbi gjitha, ose kështu duhet të jetë në jetë. Por unë se kuptoja atje dhe bëja sportin, çdo gjë që bëja me shumë sejder. Dhe kur kam fituar ndeshjen e 5, kam menduar u lumturova sepse krenova gjyshin tim. U ndjeva krenar, arrita të thoja të ishte gjyshi gjallë tani, dhe i thoja unë e fitova ndeshjen. Kjo ishte ajo që më gëzoi mua më shumë. Sa shumë të ka dashur gjyshi, do me thënë, edhe në qoftë se nuk e pasur shqiptar në stadium, shqiptar për të përgjithë, ky ishte shumë shqiptar, dhe ajo ishte ajo që mua ma bënte jetën në sportin e boksit dhe më të vështirë. Sepse shqiptarët në të kohë nuk e njihnin edhe sportin e boksit, ata thonin, unë isha shumë i fuqishëm fizikisht, dhe thonin, ky rrëzon Arushën e Malit, jo atë boksierin rus aty. Si ishte vërtet, ai kishte shumë provojë, ai lozte me mua si Macio me Mion. Më duhet bëj provojën me të vërtet, duke kaluar shumë sakrifica, duke bërë ballë humbjeve të tilla, dhe duke kuptuar që sporti, ashtu si dhe jeta, është gjithmonë trunri dhe dashuria, zemra. Ndonë se në qoftë se do të ishje integruar në një shtet tjetër të Europës ose edhe në Amerikë, do ta kishe arritur këtë sukses si në Gjermani? Për shembull, në moment tani them, patjetër që ka qenë me një trajner shumë të fortë gjerman që ka arritur të kesh këto rezultate. A ke marrë nga kultura dhe edukata gjermane? Është një pyetje që
mund t'i përgjigjesh në disa drejtime. Në pjesën e sportit, për jetën njeriu merr gjithmonë atë rrugë që merr nga familja dhe që ai ka në shpirt, që ka në gen, në gjak. Në pjesën e sportit, edhe kjo luan një rol shumë të rëndësishëm. Kur njeriu është këmbgulës e arrin kudo qëllimin e tij, gjen rrugën e dur, kudo jo. Unë tisha në Shqipëri, prandaj unë jam Gjermanisë, unë jam shumë mirënjohës. Mbas Shqipërisë, unë për Gjermaninë shkoj në luftë. Uroj që të mos ndodh kurrë, por për atë vend shqiptarët ne jemi njerëz mirënjohës, megjithatë kështu jam të dëbuar nga familja ime. Dhe për ëndrrën që unë arrita në Gjermani, unë për Gjermaninë ik në luftë. Shqipëri sigurisht nuk do të arrijë një gjë të tillë. Do ngelesha me shpirt boksier, mbase do luaja rolin e një boksieri diku, por nuk besoj që do isha 3 herë kampion bote. Çdo gjë, përveç sakrificës tonë dhe shtytjen tonë dhe kushtet, unë pata fallin të jem në Gjermani. Të kënaqësi që ju shprehni mirënjohjen dhe siç e thatë që vjen nga geni i familjes, vjen si shqiptar, ne gjithmonë jemi mirënjohës dhe për më tepër Gjermania arriti që një shqiptar ta nxjerrë 3 herë kampion bote, po gjithmonë ja kushtoi punës, këmbguljes dhe edukimit tuaj në gen, veçanërisht nga gjyshi që ju e doni aq shumë. Kur do bëheni gjysh vet, do ta kuptoni edhe më shumë se ç'është gjyshi. Është shumë interesant se ju jeni inspiruar nga gjyshi, por edhe kur keni parë filmin me Rockin, a të ka shkuar mendja ndonjëherë sa dëshirë do kisha ta telefonoja tani Rockin dhe t'i thoshe që ky djalosh shqiptar 3 herë kampion bote është frymëzuar nga ty, superstar në film. Ai ndoshta nuk e di këtë gjë, kjo do të ishte një lidhje mrekullueshme. Mirë që nuk jam i vetmi unë ai që filmi i Rockut, apo i vetmi shqiptar që krenohet me gjyshin e tij apo me historinë shqiptare, për të arritur në këtë gjurmë. Çdo boksier besoj i viteve të fundit, mund të them, nuk di sa vite ka që është filmi i Rockit, të gjithë boksierët e fundit janë të inspiruar nga filmi i Rockit dhe unë e di shumë mirë këtë, bëra përvojën e tillë dhe prandaj nuk e kam menduar një gjë të tillë. Sa për informacion, Sylvester Stallone ishte para 2 vjetësh në Gjermani dhe televizioni i cili transmetonte ndeshjet tona, timën dhe gjetanet, e kishte ftuar në një emision. Në raste të tilla, sigurisht ai Sylvester Stallone, Rocky njihet si simbol i forcës, burrit, boksit, sportit, dhe ne ishim të ftuar për të shkuar atje. Mund të them fatkeqësisht nga dëshira për të takuar atë person, isha ditë shumë i zënë dhe nuk ika, por kisha mundësinë ta takoj. Shumë interesant që nga ndonjë detaj nga jeta e familjes tuaj para se të shkoni në boks, sidomos në ndeshjen finale për të fituar apo jo. Si ka qenë gjendja e fëmijëve tuaj? Mund të na flisni pak për familjen dhe të bashkëshortes veçanërisht. Një pyetje interesante. Sigurisht familja luan rolin kryesor tek çdo burr, tek çdo familje. Kur ikja, mund të them që më bënte të jem edhe më i zgjuar në rrugën që unë po vazhdoja në këtë rast për ndeshjen. Sigurisht e para është fëmia, më kujtohet ndeshja e para, kur jam bërë kampion bote, doja t'ikja, Gjergji, quhet djali im, tani është 5 vjeç, qante. Dhe më vinte pak keq, të kam drejtën ta lë, dhe në raste të tilla njeriu mendon shumë gjëra, sidomos ne shqiptarët që jemi besojmë tek shumë gjëra. Dhe dola tek dera dhe mendova tani ke një mision, mendova atë që duhet bësh. Unë kur nisem për dikon në pjesën e sportit, kam menduar gjithmonë për ardhen e familjes time, që jam shqiptar, historinë e shqiptarëve, por nga provoja mësova nga provoja ime në sport në jetë që mbi gjitha përpara duhet të ecë mendja, dëshira, pastaj guximi. Ndeshjes në ring, domethënë duke folur ju, nuk e di, e kam dëshirë ta shoh ndeshjen e boksit,
po ndjej shumë dhimbje si grua, kur gjakosen, kur plagosen, kur i lyejnë. Do të thënë iki ndonjëherë. Bashorti im dhe veçanërisht babai, biles më tha falënderoje dhe në emrin tim puti dorën që është ka dalë 3 herë kampion bote. U prek shumë e një fjalë, edhe është kënaqësi, por sidoqoftë nuk e di si bashorte kur ajo vjen, besoj se ka ardhur t'ju si shoqëroj dhe fëmijët. Shikosh bashortin me gjatë, nuk e di është e dhimbshme. Në të parë, duhet të falenderoj babain tuaj për respektin. Çdo prind, jo vetëm bashortja, por prindi mbi gjitha ndihet më keq në raste të tilla. Sigurisht edhe bashortja. Nusja ime Bruna nuk ka ardhur asnjëherë të më shikojë. Të them drejtën edhe unë nuk e doja sepse mendoja nuk doja të kem asnjë lloj pengese për qëllimin Është një lloj presioni kur. Mendoja në këtë rast që mund të ishte një diçka tillë dhe nuk ja kam nuk ja kam bërë mbarë që të vijë asnjëherë. Në të qenurit femër apo prind, edhe mamaja ime, nëna ime asnjëherë nuk i shikon ndeshjet tona. Dhe kur ne fitojmë nuk i shikon, thot mami, dhe ai ka nën, se shoh dot. Dhe kur ne fitojmë, gëzohet nga brenda, por nuk reagon as mami dhe as babi. Por, unë duhet të shtoj që përsa e përket këtij sporti, as unë nuk jam njëri i dhunës. Sporti është profesioni im dhe fal sportit, dikur në moshën 16-17 vjeçare, mund të ketë disa njerëz që unë ju kujtohem në atë ose nga ata, për ato vite kam mbajtur fjalën Ismaili Rrugaç. Ishin vitet, adoleshenca, çdo njeri bën gabime dhe dashje pa dashje dikujt ja kam dhënë edhe unë në ato vite një krusht apo një diçka siç zihen njerëzit e adoleshencës. Pse ndodhte kjo? Sepse unë isha një djalë me shumë energji, boja sport, diku duhet t'i shfryja energji dhe nuk kisha durim, nuk duroja. Sportet e boksit janë më të vërtet sportet ashtu siç është dhe jeta. Në sportet e boksit qoftë edhe një stërvitje, jo vetëm të bësh ndeshje, por edhe në stërvitje. Stërvitet e para shëndeti, që është i rëndësishëm për çdo njeri. E dyta stërvit durimin, stërvit guximin, stërvit mençurinë dhe respektin ndaj njerëzve. Në sport, është sporti i boksit është ashtu si dhe jeta. Pra në çdo stërvitje stërviten elementet cilët duhen dhe për jetën. Dhe në ndeshje është më të vërtet, ndeshje është një provë e jetës. Dhe për anën fizike, njerëzit që ushtrojnë sportet e boksit janë të ushtruar, të kalitur dhe nuk ndodh asgjë, nuk ndodh sportet e boksit. Unë ndjeja dhimbje vetëm kur humbja. Dhimbje fizike s'kam ndier asnjëherë ose si ndjej akoma. Si fillon dita e një boksieri si që jeni Ismail Keta? Tani jam prind dhe jam larguar nga sporti. Dita ime fillon gjithmonë nga plani që kam bërë një ditë përpara, duke shkruar gjërat, çfarë do bëj në mes, x orë, çfarë do bëj më vonë, çfarë do bëj më vonë, çfarë do bëj më vonë. Domethënë gjithmonë me plan. Por sigurisht e para e lidhur me familjen time. Unë kam 2 djem. Gatshme jetë. Faleminderit, kam familje, kam Si kanë emrat djemt? I malli është 5 vjeç, quhet Gjergj, dhe i dyti është 9 muajsh, quhet Arjanit. Emra shumë të bukur. Gjergj Arjaniti. Gjergj Kastrioti ose Arjanitës, familja. Kjo ishte thjesht një dëshirë që unë fëmijët e mi të rriten, trashëgojnë atë krenarin për të bërë dikush i njët, dhe prandaj u dhash dhe këto emra. Ke dëshirë që fëmijëve t'ua transmetosh këtë profesion ose t'u ushtrojnë profesionin tënd? Djemtë e mi, të jesh prind është aq e bukur, por edhe shumë e dhimbshme. Që
fëmijët e mi ta ushtrojnë që ta bëjnë si profesion në sportet e boksit nuk kam dëshirë dhe më dhimbse në prindit e mi kur kuptoj sporti është me të vërtet shumë sakrificë. Por që ta ushtrojnë këtë sport, të bëjë të pamundurën që ata ta stërvisin këtë sport. Mbas gjithë këtij aktiviteti kaq të vullnetshëm, kaq të bukur, kaq manitës, konkretisht me çfarë po merreni tani në Gjermani? Unë, siç e thash më parë, u largova nga ringu si sportist profesionist dhe synimi im është për pjesën si profesion të jem një nga trajnerët më të suksesshëm në botë apo në Europë. Duhet jemi suksesshëm dhe besoj shumë tek suksesi im sepse unë çdo gjë që bëj me shumë shpirt, me shumë dashuri dhe profesion, boksi, sportet e boksit kanë qenë ëndra ime. Për momentin, plani i parë imi është vllai që tani, sepse sigurisht vlla dhe është me të vërtet një boksier shumë i talentuar. Dhe kjo është edhe synimi ardhja ime në New York, që gjithani të bëjë ndeshje. Ne kishim një ofertë nga promotori i madh i njohur Don King dhe disa tjerë pas ndeshjes që Gjetani, pas 2 ndeshjeve të fundit që Gjetani ka bërë. Kishim një ofertë që Gjetani duhet ndeshet në vendin e madh ku bën vetëm më të mëdhej Madison Square Garden. E pranuam me shumë dashëmësi dhe unë jam këtë ditë për realizimin e këtij qëllimi. Është shumë interesant fakti, siç e përmendëm dhe pak më parë, që ju jeni 2 vëllezër në të njëjtën fushë të sportit, në këtë sport kaq burrëror. Edhe Gjetani ka arritur suksese mjaft të mëdha, për cilin ju lutem a mund të flisni pak për jetën e tij, arritjet, sukseset e një pasnjëshme që ka patur dhe që do të arrijë akoma më shumë kur të vinë në nëntor në Manhattan. Tani ka një histori dhe ai sot ai është 3 herë kampion në Europë dhe Azi dhe përshkruaj historinë e tij çdo hap është don shumë kohë. Unë që tani ka 22 ndeshje dhe në boksin profesionist, ishte kampion në Europë edhe në kickbox 2 herë, kampion në Europë dhe Azije dhe sot mban në kontën e tij të sportit boksit 22 ndeshje, të cilat 19 mos ka bëj ka me knockout. Dhe fal këtij rezultati dhe mënyrës se si ai lufton në ring, Gjetani është me të vërtet i përbindshëm në ring, fiton me knockout ose humb me knockout. Gjetani gëzon pseudonimin Nofkën Mike Tyson për ngjashmërinë se si ai ndeshet në ring si Tyson. Kjo ishte edhe arsyeja, sidomos në ndeshjen e fundit që bëri kundra rusit Kambalatov, i cili ishte më të vërtet 20 cm më i gjatë se Gjetani dhe kishte 4 vite pa humbur asnjë ndeshje. Gjetani realizoi në knockout me një ndeshje tepër spektakolare, bëjnë që Gjetani të bjerë në sy tek promotorët amerikan, pasi publiku amerikan adhuron boksier të tillë të cilët në ring tregojnë spektakël. Kjo ishte edhe ajo arsye që unë kam ardhur tani dhe siç duket ndeshja do të jetë me 21 nëntor, një datë e bukur pranë festave të nëntorit, ku me punën tonë, me guximin që Gjetani ka, talentin e tij sportiv, besoj që do të krenohen jo vetëm unë si vëlla, si trajner, por gjithë shqiptarët. Gjetani ka ikur bashkë me ju në 96-ën apo cila është historia e tij e fëmijërisë? Një kujtim i bukur tani. Siç e thash pak më parë, Gjetani ka pasur idhull mua në kohën sepse më ishte vllai më i madh dhe çdo lëvizje, çdo veprim sportiv që unë bëja e bënte edhe Gjetani pas meje. Gjetani ka ardhur në vitin 2004 në Gjermani, por gjithmonë
stërviti, bënte si një boksier, nëpërmjet telefonit unë jepja këshillat, për kështu, bëja ashtu, dhe mi të gjënte këshillat, bënte me të vërtet. Edhe ai ashtu si dhe unë dhe çdo njeri në profesionin që ushtron dhe gjithanë në boks, ka ndjekur vullnetin e tij, pasionin, ka ditur të vlerësoj fjalën time, çdo gjë që unë i kam thënë është munduar ta bëj dhe ka arritur sot këtu ku është. Me 21 nëntor, gjithanë ndeshje për titullin kampion bote, kundra serbo-malazezit Radozevic, i cili ka vetëm një humbje në kontën e tij sportive, sportit boksit, kundra kampionit të botës, 5 herë kampionit të botës Felix Sturm. Është një duel i cili aq sa më bën të them friksohem, është fjalë e gabuar, por të jemi matur dhe të punoj shumë, shton edhe përgjegjësinë, forcën Gjethanit për të fituar. Gjetani është një sportist i cili fatmirësisht kur ka shqiptarët pranë, sportdashët e tij janë shqiptarë, Gjetani bëhet i papërmbajtshëm. Dhe në New York shikova kishte jetonin shumë shqiptarë, duke shpresuar që ta mbështesin në këtë mision sportiv, t'jenë pranishëm, na ndihmojnë, do ju jesha mirënjohës ashtu siç kam qenë gjithmonë në ndeshjet e mia, do jetë ndihmë për fitoren e Gjethanit kundër Serbit. Dashur bashkëdhetar, nëpërmjet ekranit ne ju ftojmë në datën 21 nëntor të ndjekim ndeshjen të Gjethan Kekës, i cili është një sportist i mrekullueshëm, një kampion Europe dhe shpresojmë që ai ta fitojë ndeshjen me serbo-malazezin. Unë shpresoj që Gjethan Keka të jetë fitues dhe të na bëjë ne krenar si shqiptar të New Yorkut apo dhe nga shtetet të tjera të New Yorkut që jam i sigurt do të vinë në këtë ndeshje të mrekullueshme. Unë ju falenderoj në emër të gjithë teleshikuesve të televizionit Alba Live për këtë intervistë kaq interesante, për punën tuaj plot për kushtim dhe njëkohësisht për gjithë këto gjëra që ju keni bërë edhe për kombin shqiptar. Ishte kënaqësi dhe shfrytëzoj rastin edhe unë t'i përshëndes dhe t'uroj gjithë shqiptarëve nëpërmjet kamerës televizionit Alba Live. Unë jam disa ditë këtu në New York, në Amerikë, dhe shikova që më të vërtet fjala që thuhet bashkimi bën forcën është shpreha më e përshtatur në Amerikë. Prandaj do uroja, do kisha dëshirë që të na mbështesin shqiptarët në këtë ndeshje të madhe, pra që të jetë më të vërtet shpreha bashkimi bën forcën, pasi Gjethani bëhet shumë i fortë me kundërshtarët, kur ka publikun shqiptar, përveç kësaj uroj që më të vërtet shqiptarët të jenë gjithmonë të bashkuar, jo vetëm në këtë ndeshje sportive apo në futboll ashtu siç janë gjithmonë, por edhe në jetën e përditshme. Të dashur bashkëdhetar, ndoqët intervistën me kampionin 3 herë i botës, zotin Ismail Keta. Për televizionin Alba Live, Kozeta Zylo, New York.